Thonë Muhamedi alayhi salam kur të viziton një smut, edhe ja thu këtë dua 7 herë. Ka me shëru Allahu azza wa jall pe krejt smujave. Çfarë do gjendje që të është, përveç në qoftë se i ka ardhe gjeli. Domethënë, në qoftë se i ka ardhe gjeli, nuk ka më shëru. Përndryshe, në qoftë se viziton një smut, edhe ja ban këtë dua me zemër, ka me shëru Allahu azza wa jall me lejen e tina, në qoftë se ja përsërit këtë dua 7 herë. Ka thonë Rasulullah alayhi salam me thonë: Es'alullah al-azim رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم 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 رب العرش العظيم أن يشفيك. Po të tham 7 herë, respekt për Rasulullah alayhi salam edhe lehtësim për ty me lejen e Allahut azza wa jall. Thuja këtë dua atij smutit që e viziton, nashta të vjen marrë me thonë madhe. Mirë po mos kim marrë musliman se ai ka nevojë për duan tane. Po nëse me të vërtet vjen marrë për njerëzve shumë që janë prezent, atëre thuja në veti, ama në qoftë se viziton smutin, mos e le pa e thonë këtë dua, ndodhë që kjo dua më bë sebeb që më shëruaj. E kjo i shkon mirësi për ty edhe për ta.